Benet Beci zyrtarisht në hetim nga SPAK. Prokuroria e posaçme ka thirrur këtë të premte kryebashkiakun e Shkodrës, Benet Beci, për t'i komunikuar mbylljen e hetimeve. Beci është marrëpandehur për shkeljen e barazisë në tender apo ankande publike bashkë me 7 të tjerë për tenderin Zhvillimi strategjik i sektorit energjetik, projekt kërkimor me fond 700.000 euro në tenderin e vitit 2019, ku ka rezultuar abuzime. E akuzuar është edhe Adela Ruko, bashkëshortja i shkreut të Arsh e Vis Berberit. Kjo e fundit të shparaqitur në SPAK ka marrë dieni dhe ka firmosur mbi mbylljen e hetimeve të premten e kaluar. Të pandehurit e tjerë janë Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Ylka Nishku, Rudin Gjoni dhe Premtim Dauti. Benet Beci u hetua në gjendje të lirë, teksa veprën penale, thot SPAK, e ka kryer në kohën kur ka mbajtur detyrën e titularit të kesh korporatës energjetike shqiptare.